Për mbi shenjtë të lindës e shpëtona. Krishti Perëndisë, ne jam Ty, o Zot. Është mbajtur këtë të mërkur liturgjia hyjnore në nderim të Shën Joan Vladimirit në manastirin në Shion të Elbasanit që mban emrin e këtij shenjti. Shërbesa e shenjtë u kryesua nga kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Joani. Kemi bekimin që të kemi lipsanet e një shenjti të madh, i cili donte që të qëndronte këtu. Madje në jetën e tij tregohet që kur donin të vinin dhe ta merrnin lipsanin, lipsani u rëndua aq shumë sa nuk mund ta ngrinin dot, si shenjë që shenjti donte qëndronte në këtë vend. Prandaj edhe kemi një bekim të madh. Sot ne përkujtojmë një shenjë dhe një martir. E martirët janë shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Martir duhet të jetë çdo i krishter. Martir nuk do thotë vetëm thjesht japësh jetës. Kuptimi i parë i fjalës martir është për të dëshmuar. Gjë që do thotë gjithë secili nga ne duhet dëshmoj për besimin edhe tek të tjerët. Sepse jeta jonë duhet jetë një dëshmi, që do thotë do jetë një martir. Nëse ne humbasim idenë e martirit, kemi humbur idenë dhe të besimit tonë. Zoti na do që të gjithë ne të dëshmojmë për besimin tonë. Sepse njerëzit, duke parë besimin tonë, atëherë dhe ata ndoshta do ta njohin Perëndin. Përndryshe do ndodhi e kundërta. Në mesh bashkë me kryepiskopin Joan merrnin pjesë edhe mitropoliti i Elbasanit Andoni, episkopi i Krujës Hirësi Anastasi, si dhe klerik nga kryepiskopata e Hirshme, mitropolia e Elbasanit, mitropolia e Beratit, klerik nga manastiri i Hirshëm i Bigorskit në Maqedoninë e Veriut, si dhe klerik nga Italia të Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopojës. Gjithashtu të pranishëm ishin edhe klerik të ardhur nga Mali i Zi.